Ati. Në formën më të mirë si kisha bo heq asnjë si kandidat, në dëshira me madhe të të mi pa të gjithë në pozitat e tyre aty si që kanë qenë, të kishim qeverin, të kishim institucionet tona, mos të kishim këto problematikat e cilat lindën kërë këtë për inate politike, e patëm pra një deklarat shumë të mirë të Zotit Arben Gashi në një televizion, ku e ceku që për marrë shembull veriu në Republikës Kosovës tha për shkak të inateve politike dhe urrejtjes politike na nuk e shohim as punën e mirë që është bën veri. Unë e kam cek sa herë në studiet e tearta që inatet politike të cilat tashmë janë më të mëdha se sa kur ky polarizimi i përgjithshëm që ka përfshi komplet themi qytetar të Republikës është të e bë këtë dëmshmërinë shumë të madhe dhe pastaj edhe kemi këtë situatën ku jemi sot afër zgjedhjeve ose themi në afër fushatës, se zgjedhjet thuj se vetëm janë vendos. Pastaj le për ta cek edhe deklaratën e zonjës presidente dje, e cila tha që unë kam luftu me mishe me shpirt për mos të ardhur deri në këtë pikë, pra për të pas për mos të ardhur të zgjedhjet, kam folë edhe me partitë opozitare, kam thonë që unë nuk e nënshkruaj dekretin për ta shpërbë kuvendin, sepse nuk jam pro kësaj, e janë të ulemi dhe në dakordësim me zotin Kurti, pra ish kryeministrin ose të themi kryeministrin detyrë, e kam vendosur që projekt buxheti për vitin 2026 të mos votohet, por vetëm të votohet buxheti pra për Prishtinën, Gjilanin, Zubit Botokun, për RTK-n dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Duke qartë që partitë opozitare duke tentuar ta vendosin, t'ja mbeshin fajin e lëvizjes vetë vendosje, nuk janë duke kuptu që janë duke bën një gabim trashanik i cili në të ardhmen do t'ju kushtoj edhe me kokën e tyre. Po, pse po thu, visa paras me kalu të frashëri,